Të Krishtlindjeve në Kishën Katolike e Angjëlli i Rojës në Ferizaj është mbajtur mesha festive e udhëhequr nga Don Mikel Sopi. Mesazhi dominant i Krishtlindjes është fjala e Angjëllit, që është Kisha e Angjëllit Rojës, lavdi Zotit në qiell e paqe njerëzve në tokë. Çka do me thonë Zotit lavdi? Do me thonë që t'jetojmë ndershëm, t'jetojmë mirë, t'jetojmë me dashuri, me përgjegjësi ndaj njëri tjetrit, ndaj familjes, ndaj shoqërisë, ndaj detyrave që i kemi, e kështu që uroj që vendi jonë duke jetuar këtë mesazh për të dashurisë ndërvllazërore, ndërnjerëzore dhe të përgjegjësisë ndaj vendit tonë, të mundemi bashkarisht punojmë për të mirën, për të ardhmen tonë, duke kujtuar se këtë liri që kemi sot e kanë ndrruar shumë breza dhe këtu do të jetë një motiv shtesë që ta bëjmë më të mirën për vendin tonë, për familjet tona. Për festat e Krishtlindjes edhe qytetarët uruan që të mbizotrojë dashuria dhe mirësia ndaj njëri tjetrit. Uroj që gjithë njerëz të përjetojnë gëzime dhe të jetojnë të tirë dhe të jetojnë të paqe dhe në shëndet mirë, edhe të gëzojnë edhe këtë festë edhe festat e tyre, kushdo çka feston. Dhe ndihem shumë i lumtur që më dha rasti t'i përshëndes dhe t'i uroj të gjitha familjet e krishterë shqiptare që të urojnë njëri tjetrin, të kenë në familjet e tyre mirësi, begati, paqe e lumturi. E gjitha të mirat në Kosovën tonë të lirë. Në shënim të festës së Krishtlindjes janë zhvilluar edhe aktivitete të tjera.